jemi këtu të kjo bibliotekë shumë e madhe, shumë e mirë. Kemi djegju më para historinë e atë Belushit. Si emocion. Shumë një histori shumë emocionante. Në fakt është ndër personazhet që ka bërë më shumë për të gjithë komunitetin arbëresh. Nuk flas vetëm për komunitetin arbëresh të Italisë, por gjithë komunitetin arbëror kudo që kanë emigruar shqiptarët gjatë periudhës kuptohet pushtimit osman. Sepse është ndoshta figura e vetme që ka takuar të gjithë arbërorët kudo në botë. Jo vetëm ato në Itali, por edhe komunitetin arbëror në Greqi, në Kroaci, ka shkuar në të gjithë vendet e vogla, ka shkuar deri në Argjentinë dhe Australi. Është një person që e ka qëmtuar gjithandej komunitetin shqiptar arbëror dhe ka bërë studime shumë për to, sidomos për sa i përket anës antropologjike dhe etnografike, është fokusuar shumë në këtë pjesë dhe ka dhënë një kontribut të pachmuar, po.